trajtim të radhës përsa i takon në fazës eliminatore. Jemi në një kampionat në nivel kombëtar. Për të 9 vit radhës Zili Burnetik zbaton këtë projekt që ka në qendër të tij pikërisht zhvillimin e mendimit kritik tek të rinjt që janë pjesë e shkollave të mesme. Ndaj dua të falenderoj padyshim dy skuadrat që janë sot përfaqësuese. Nga qyteti i Lezhës kemi Rogacionistët, një duar trokitje. Dhe nga Tirana, shkolla Sami Frashi, një duar trokitje edhe për ta. Ky kampionat nuk do të ishte i mundur nëse nuk do të kishim mbështetësit e duhur, sikurse është Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe AMSHC, ndaj edhe ata i falenderoj dhe padyshim i ftoj që të jenë pjesë edhe e edicioneve që vijnë, sikurse do të jemi në edicionin e 10 vitin që vjen, që do të thotë rrugtimi ka qenë i gjatë, i bukur dhe padyshim edhe me produktivitet. Kemi zbuluar talente që kanë të bëjnë me mendimin kritik. Shumë të rinj sot janë pjesë e fushave të ndryshme përsa i takon si administratës apo edhe organizatave që janë pjesë e vendit tonë dhe padyshim që kanë pozicione shumë të mira, ndaj shfrytëzojeni këtë platformë në mënyrë që t'ju shërbej edhe juve në të ardhmen. Qëllimi nuk është thjesht marrja pjesë në një lojë sikurse është ajo sot, por është shumë më tepër. Ndaj duhet i vlerësoni këto pjesëmarrje që bëni, jo të gjithë kanë mundësitë apo jo të gjithë e kanë pasur fatin të bëhen pjesë e Ridebate. Sot me ne për të vlerësuar do të jenë Engji Lipa, është drejtuese e Brain Nest Institute, një realitet i ri që ka të bëjë pikërisht me projektet, me menaxhimin e tyre, por edhe pse jo, t'i afroheni edhe Engjit për të bërë pjesë e nismës së saj në këtë rrugtim. Por ajo ka qenë pjesë e shoqërisë civile për shumë vitesh, një nga anëtarët tona të kampionatit, përsa i takon gjykimit, dhe jam shumë i lumtur që është sot me ne. Nga ana tjetër falenderoj Eliverta Muçën, e cila na bashkohet për të 9 vit radhës si në trupën e gjykatësve, pjesë e organizatës Zili Burnetik, dhe Çeli Krupli, i cili është analist i mediave në Europause, dhe njohet shumë i mirë ndaj studime dhe statistikat, padyshim që i takojnë atij. Kështu që shëndet, Sara, apo jo? Mirë, faleminderit jurisë që do të bëj gjykimin sot, bazuar padyshim në kriteret e vlerësimit që ka ky format. Pa humbur kohë, do të vijojmë me kampionatin, do të vijojmë me përzgjedhjen e temës, që ka të bëjë pikërisht me një nga paketat kërkimore që ju i keni përvetësuar, uroj, dhe të na jepni një debat sa më të mirë, sikurse kemi ndjekur e debatin që patëm pak më parë midis Petronini Luarasit dhe shkollës së Elbasanit Konstantin Kristoforidi. Petronini Luarasi është kualifikuar në çerek-finalen e dytë që do të zhvillohet ditën e njëjtë. Ju i shihni edhe në tabelë çerek-finale të tjera. Uroj që edhe një nga skuadrat sot të bëhet pjesë e çerek-finales, por kjo do të varet gjithmonë nga ajo çfarë do të na jepni sot. Kështu që e rëndësishme është që përgjatë gjithë kampionatit të bëni një debat të mirë, të keni një koherencë midis njëri tjetrit, të përgjigjeni njëri tjetrit dhe të përdorni padyshim arsyetimin dhe logjikën. Nuk është i rëndësishëm mësimi që keni bërë apo para përgatitja e çfarë do lloj ndërhyrje, por është e rëndësishëm vëmendja dhe arsyetimi që do të jepni pikërisht në këtë moment. Kështu që kjo është kryesorja e të gjithë këtij procesi që do të zhvillojmë sot. Do të ftoj tani Alisën, e cila do të bëj përzgjedhjen e temës te këto dy zarfet këtu, të lutem. Ndërkohë edhe skuadra tjetër përzgjedh qëndrimin te globi, të lutem. E zbulojmë temën, e lexojmë. Ja, një sekond, të lutem. Okej. Zgjedhja të emigrosh apo të qëndrosh. Pra kjo do të jetë tema, zgjedhja të emigrosh apo të qëndrosh. Qëndrimi kundër do të jetë shkolla Sami Frashi, pra duhet që të qëndrojmë këtu, të japim më të mirë këtij vendi, pse jo? Por nga ana tjetër mund të ketë alternativa më të mira jashtë tij, apo jo? Kështu që kjo do të zbulohet si pikpyetje e të gjithë diskursit që do të bëni ju tani, do të keni 7 minuta kohë përgatitore. Jeni të lirë të pozicionohen te këto stacionet që kemi bërë.
do fillojmë me debatin e parë, debatin e skuadrave. 8 antarë do të kenë drejtën e fjalës, që do të thotë për 1 minutë maksimalisht secili prej jush duhet të argumentojë mbi temën, që është zgjedhja, të emigrosh apo të qëndrosh. Do të filloj skuadra që mbajnë qëndrimin pro dhe pastaj do të pasohet nga skuadra që mbajnë qëndrimin kundër. Suksese. Atëherë përshëndetje, unë jam Anja Nikolli dhe ne do mbajmë qëndrimin pro emigrimit. Si argument tonë të parë, ne menduam të paraqisnim një argument që është goxha konkret edhe për ne vetë, duke marrë parasysh moshën dhe statusin tonë si student, si dhe vendimet që do na duhet të marrim për pak vite. Pra, atë vendim të emigrojmë apo të qëndrojmë. Atëherë, një ndër arsyet më të rëndësishme sepse të rinj shqiptar emigrojnë është cilësia më e mirë e arsimimit dhe trajnimit profesional jashtë vendit. Universitetet e BE-s investojnë shumë për sa i përket kërkimeve shkencore si dhe metodave moderne. Sipas të dhënave të Eurostat, BE-ja i kushton rreth 2% e GDP-s së saj totale kërkimit dhe zhvillimit, shifra të cilat për sa i përket Shqipërisë ngelen shumë herë më të ulta. Për vendet jashtë Shqipërisë, pra kjo do të thotë një mundësi më e madhe në laborator, në metoda bashkëkohore, si dhe në mundësi reale praktike për studentët. Për më tepër, studentët që zgjedhin të studiojnë jashtë vendit nuk marrin vetëm një diplomë, por pajisen edhe me një rrjet ndërkombëtar si dhe eksperiencë që i bën shumë konkurrues në tregun e punës. Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Iris, gjej rastin të falenderoj edhe jurinë dhe organizatorët për mundësinë e realizimit të këtij debati. Së bashku me grupin e përfaqësojmë gjimnazin Sami Frashëri dhe mbajmë qëndrimin kundër emigrimit. E dëgjova me vëmendje argumentin e Anës, por më duhet të theksoj që emigrimi është një zgjedhje e cila na largon nga familja, nga rrënjët, nga kultura jonë. Ndërkohë që të qëndrosh do të thotë të kontribosh në vendin tënd dhe të zhvillohesh dhe të integrohesh këtu. Sipas raporteve të OECD-s të vitit 2024 dhe 2025, pjesa më e madhe e emigrantëve që shkojnë në vendet e Europës hasin probleme vetmie, por edhe vështirësi në përshtatje me vendin e ri. Nëse kjo zgjedhje ndikon në anën emocionale dhe shëndetin psikologjik të individit, a është vërtet një zgjedhje e mirë? Atëherë ne e dim se shumë vende në Europë e ofrojnë paga më të larta për sa i përket edhe profesione më mesatare, pra paga më të larta se sa në Shqipëri. Kjo i lejon të rinj që të kursejnë më shumë dhe më herët, që të ndihmojnë familjen e tyre dhe që të investojnë më shumë për të ardhmen e tyre. Duke bazuar në statistikat e marra nga Byroja Kombëtare Kërkimore e Ekonomisë, ata konkludojnë se emigrantët që vijnë nga vendet akoma në zhvillim përjetojnë një rritje deri në 5 herë të ardhurat e tyre, që tregon se emigrimi për emigrantët nuk është një zgjedhje e luksit, por një nga mënyrat e vetme më realiste për me anë të së cilës mund të arrihet pavarësi financiare. Kjo mund të vërtetohet edhe nga shifrat e Bankës Kombëtare, e cila tregon se dërgesat financiare nga emigrantët të vendet e tyre të origjinës e arriti shifrën marrëmendse prej 656 miliard dollarësh në vitin 2023. Çka tregon se miliona familje në mbar botën mbështeten financiarisht nga të afërmit e tyre në emigrim. Faleminderit. Përshëndetje. Quhem Mimi dhe falenderoj parafolësin tim për argumentin e tij, por më duhet ta kundërshtoj sepse qëndrimi në një vend në zhvillim si Shqipëria i ofron qytetarëve mundësi më të mira profesionale sesa emigrimi në një vend ku konkurenca e tregut është shumë e fortë. Në vendet në zhvillim, tregu nuk është i mbigarkuar. Kjo do të thotë se të rinjtë e aftë mund të ngjisen shkallët e karrierës shumë më shpejt dhe të kenë një rrjet njohjesh shumë më lehtë. Pra, individët dhe bizneset që veprojnë herët në këto tregje që nuk janë të mbigarkuara fitojnë një pozicion dominues shumë më shpejt, gjë që e pohon dhe studimet e UNDP në vitin 2022, duke thënë se mobiliteti social dhe profesional për të rinjtë e aftë kryhet shumë më lehtë në vende ku ekonomia është akoma në zhvillim. Kjo ndodhi dhe me sipërmarrësin shqiptar Samir Mane, i cili hodhi hapat e tij të parë për biznesin në Shqipëri dhe më pas pati fatin dhe mundësinë të zgjerojë në të gjithë Ballkanin. Pra, çfarë do të ishte më mirë për një të ri, të zhvillonte biznesin e tij në Shqipëri apo të përballej me konkurrencë të fortë në tregje të ngarkuara dhe ndërkombëtare? Faleminderit. Përshëndetje, e vlerësoj argumentin tuaj dhe dëgjova me shumë vëmendje, por dua t'ju kundërshtoj në një pikë. Shumë shqiptarë emigrojnë për të siguruar mundësi më të mira. E këta mundësi vijnë pikërisht për shkak të sistemeve të zhvilluara meritokratike në vendet të tjera, në vende më të zhvilluara. Pra,
këto qytetarë që emigrojnë kërkojnë pikërisht këto tregje që ofrojnë mundësi që të zhvillojnë aftësitë, të zhvillojnë talentet e tyre dhe pikërisht kjo i motivon ata që të zhvillohen më tepër e të krijojnë një sistem më të mirë. E dini ju që sipas një studimi nga Oxford University, Shqipëria është një nga vendet më të dalluara për largim të personave të specializuar dhe sipas World Bank 34% e të rinjve janë shprehur se duan të largohen. Pra vetëm 50% e personave emërohen në detyrat e tyre mbi bazën e procedurave meritokratike. Pra, a mund të pretendojmë një ulje të këtij fenomeni duke parë një shtet me sisteme jo meritokratike? Faleminderit Alisa për argumentin tënd. Unë jam Sara Milkurti, lidere e grupit të debatit të Sami Frashërit. Ju e paraqitët emigrimin si një mundësi për të pasuruar dhe për të mësuar me kulturën jashtë dhe për të ofruar dhe për të marrë përvoja sa më të mira në jetën tuaj. Por aman po harroni një detaj shumë të vogël por mjaft të rëndësishëm, ligjet aktuale botërore të migrimit. Ato janë ashpërsuar vitet e fundit, të cilat shtyn që shumicën e njerëzve të shkojnë dhe të emigrojnë në mënyra të jashtëligjshme. Kjo është vërtetuar nga Frontexi, ku nga 2024 deri në 2025 është vërejtur një rritje të emigrantëve të jashtëligjshëm. Gjithashtu, jeta e një emigranti të jashtëligjshëm në këtë aspekt nuk është identik me atë të vendasit që juve përmendet me institucione demokratike dhe me gjithë të mirat. Ai punon në të zezë dhe sipas Feancas, një organizatë shumë e respektuar, dëshmon se emigrantët e jashtëligjshëm në punë të zeza shfaqin vështirësi në plotësimin e nevojave bazë si ushqimi, strehimi, siguria dhe higjiena. Prandaj dua t'ju drejtohem, nëse është më mirë të jesh qytetari i vendit tënd apo i fshehur në hije në një shteti të huaj. Faleminderit. Atëherë ne donim të flisnim për një avantazh mjaft të madh të emigrimit, i cili është krijimi i një mentaliteti ndërkombëtar. Një person i cili jeton ose punon në një vend të ri, me padyshim do të njihet me kultura, gjuhë, zakone dhe mënyra jetese të reja, gjë që i bën ata shumë më tolerant ndaj dallimeve kulturore. Duke qenë se do të njihet me perspektiva të reja, do të kuptojë se ka shumë zgjidhje të reja, të ndryshme të problemeve dhe se nuk ka një mënyrë të saktë të jetuarit, gjë që të zhvillojë mendimin e tyre kritik si dhe fleksibilitetin. Gjithashtu në një botë të globalizuar si kjo e jona, kompanitë dhe universitetet vlerësojnë shumë njerëzit me eksperiencë ndërkombëtare. Sipas OECD-s, njerëzit që kanë parë kultura të ndryshme kanë aftësi më të mira komunikimi dhe socializimi. Mbi të gjitha, emigrantët i bëjnë mirë dhe vendit të origjinës, pasi shpesh ata kthehen sërish dhe eksperjenca e tyre ndihmon në zhvillimin e vendit të tyre. Përshëndetje, jam Albani. Faleminderit për argumentin, por më duhet kundërshtoj. Atëherë, ajo çfarë përmendët ju ngjan shumë utopike për shkak se në vendet emigruese kemi një faktor kryesor edhe racizmin. Nuk është të thënë që për shembull një emigrant të mirëpritet me dashuri dhe ngrohtësi nga vendasit ose të jetë i mirëpritur ose të integrohet shumë lehtë. Mund të njohë kultura të reja, por do të thotë që humb kulturën dhe realitetin e tij. Emigrimi çon në një krizë në tregun e punës, sepse imigrantët sjellin resurse të larta për tregun, për kërkesa të ulta në treg. Kurse në vendin nga ku emigrojnë, kemi resurse të ulta dhe kërkesë të lartë, dhe jo vetëm. Sipas një studimi 11 vjeçar nga 2003 deri në 2014 nga George J. Boyer, shfaqet qartazi ky fenomen, ku dhe shfaqen pasojat anësore si papunësia, rritja konkurrencës, si dhe ulja pagës për punë thjeshta. Pse të emigrojmë diku, nëse edhe puna ose buka gojës nuk është e sigurt? Faleminderit. Shumë vende europiane apo perëndimore ofrojnë tregje pune më të gjera, paga më të larta e çështë më rëndësishmja, fusha më të mira për specializim. Njëri shqiptar mund të fitojë një eksperiencë jashtë që mbasi në Shqipëri do t'i duheshin vite për ta fituar. Për më tepër, të punuarit në ambjente ndërkombëtare rrit dhe pasuron atë që njohim dhe si CV-n, pra kurrikulum vitan, ku nesër pas nesër përfaqësohemi mjaft mirë. Pra duke e përfaqësuar atë fal metodave dhe sistemeve më bashkëkohore që ofrojnë shtetet e tjera, ne bëhemi një komponent shumë konkurruese në nivel global dhe ky është fakt pak por i pamohueshëm. Gjithashtu, sipas një raporti të Gallup vëret që 60% e shqiptarëve shprehin dëshirën për të larguar. Pse? Një ndër arsyet pra e mbështet mjaft mirë dhe argumentet që sapo thash, mundësi më të mëdha profesionale. Shumë faleminderit. Atëherë përshëndetje, quhem Andja dhe duhet falenderoj parafolsin për argumentin e dhënë, por do të më duhet ta kundërshtoj. Pra ju përmendët që emigrimi i jashtëm na jep mundësi të rinjve për të futur më shumë më thellë në pjesën kulturore, në pjesën e aspektit për të mbushur CV-n, gjithashtu mundësitë e tjera gjenden jashtë.
por do doja të thoja që mundësitë nuk duhet të përpiqemi t'i gjejmë jashtë, por duhet të përpiqemi t'i ndërtojmë këtu ku jemi. Pra, duke përmendur dhe një argument të tillë që është argumenti e aspektit ekonomik, pra ne e dimë që mund të marrim një shembull real nga vendi ynë. Ne e dimë që të ardhurat e dërguar nga imigrantët, si shohin ndryshe dhe remitancat, përpiqen që janë një burim ekzistent në cilën ekonomia dhe mbështetet. Megjithatë, mbështetja nuk duhet kthehet kurrësësi në varësi të një elementi ose burimi specifik. Sigurisht, burimet e tilla janë të paqëndrueshme dhe në raste kriza shohim lëkundje të mbështetjes. Ndërkohë, një raport i Instatit 2024 që përmendën dhe juve më parë për të rinj që dërgohen jashtë me përçmëritë për të dëguar remitanca dhe të ardhurar ekonomike në shtëpi, shpesh herë përballen me kriza ekonomike në vend dhe probleme të shëndetit mendor. Pra, a do të krijonte kjo një mundësi në zhvillimin e brendshëm lokal për të rinj që nuk kanë aftësinë të mbajnë veten dhe të mbajnë shëndetin e tyre mendor? Faleminderit. Faleminderit për argumentin tuaj, por më dua të kundërshtoj sepse unë do doja të flisa se si me të vërtetë të rinjt mendojnë. Të rinjt zgjedhin të emigrojnë për siguri më të madhe dhe funksionalitet institucional më të saktë. Eurostati në 2023 raportoi se 60% e të rinjve kanë shprehur me dëshirën e tyre se do të largoheshin nga Europa Perëndimore, do të largoheshin nga vendi i tyre pikërisht për probleme të funksionaliteti të institucioneve. Dhe 70% e emigrantëve të cilët janë të emigruar thonë se në vendet ku jetojnë tashmë e gjejnë këtë funksionalitet dhe janë mjaft të lumtur. Këto statistika tregojnë mjaft saktë sa rëndësishëm është mirë funksionimi i administratës dhe institucioneve. E gjithë kjo për të thënë se përmes emigrimit të rinj gjejnë në shtetet e tjera funksionalitetin e mirë të agjentëve institucional. Pra, që kjo do të sjellë stabilitet dhe jetë më të mirë. Si mendoni ju? Më mirë të jetosh me zor në vend lindje apo gjesh stabilitet dhe jetesë më të mirë jashtë vendit? Unë do kisha zgjedhur opsionin e dytë. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Kloj, ju falenderoj për argumentin e dhënë, por më duhet t'ju kundërshtoj. Fillimisht është shumë e rëndësishme që të konsiderojmë dhe aspektin shtetëror, pasi të gjitha argumentat që ju keni përdorur deri tani, më duhet t'ju vë në dieni se kanë qenë për mundësitë që na ofrohen në vendet ku po emigrojmë, por shumë e rëndësishme që të konsiderojmë aspektin e vendit që ne po lëm pas dhe atë çfarë ne po shkatrojmë në fakt. Dhe prandaj Shqipëria, dua dhe të përmend që Shqipëria po përballet me një tkurrje demografike për shkak të emigrimit dhe lindjeve të ulta, çka sjell më pak të rinj dhe më pak fuqi punëtore. Kjo ndikon drejt për drejt në ekonomi, pasi mungesa e punëtorëve dobëson sektorë si biznesi, shëndetësia dhe arsimi. Dhe njëkohësisht rrit presioni mbi pensionet dhe shërbimet publike. Sipas Instat, në 2024, popullsia ka pësuar një rënje me mbi 430.000 banor në dekadën e fundit, ndërsa OKB dhe World Bank raportojnë se në periudhën 2021-2024 diasporën shqiptare ka arritur vlerat 1.2 deri në 1.6 milion banor, pra 30 deri në 40% e popullsisë shqiptare jeton jashtë vendit. Pra natyrshëm lind pyetja, nëse emigrimi nuk e konsideron një problem serioz, si e shpjegoni tkurrjen demografike që po përjeton vendi? Faleminderit. Atëherë një arsye kryesore sepse emigrimi është zgjedhja e duhur për shkak se jep mundësi të rinjve të shpalosin potencialin dhe talentin e tyre të plotë. Në shumë vende me mundësi të vogla ekonomike, shpeshherë të rinj të aftë ngelen të papunë ose detyrohen të punojnë në punë të cilat nuk kanë lidhje fare me aftësitë e tyre. Ndërsa në vendet e tjera ku teknologjia është më e zhvilluar, universitetet janë më të kualifikuara dhe gjithashtu ka një treg pune më të lirë, kjo gjë nuk është e vërtetë. Atëherë, gjithashtu kjo mbështetet ashtu edhe nga statistikat. Për shembull, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, rreth 63% e bizneseve startup, të cilat sot vlen miliarda dollar, janë të nisura nga emigrantë ose nga familje emigrantësh, gjë e cila tregon që kur njerëzve jepet mundësia, ata kanë mundësi që të arrijnë një sukses të madh. Kjo shihet gjithashtu edhe tek shqiptarët. Kemi shumë shembuj si sportistë, artistë, këngëtar, aktorë, biznesmenë të cilët kanë arritur një sukses shumë të madh jashtë vendit, të cilën nuk do të arrinin dot në çdo ishin në Shqipëri. Një shembull i tjerë është edhe shembulli që përmendet ju, Zamir Mane, një biznesmen i cili e nisi karrierën e tij në Vjenë dhe jo në Shqipëri, për shkak se në Shqipëri mundësitë ekonomike nuk ishin aq të mëdha, ai e nisi në Vjenë dhe pastaj filloi të rikthehej në Shqipëri. Dalë me konkluzion që migracioni nuk është thjesht largim nga vendi, por është një mundësi për të dhënë njerëzve mundësi për të shpalosur potencialin dhe talentin e tyre të plotë. Faleminderit. Atëherë përshëndetje, quhem Gredi Avdullari, falenderoj parafolsin për argumentin e dhënë, por më duhet kundërshtoj. Siç kemi mundësi për startup edhe jashtë vendit, ashtu kemi dhe brenda vendit. Madje brenda vendit tonë ne kemi mundësi tjera sepse ka dhe më pak konkurrencë dhe gjithashtu mund ta njohim më mirë tregun sepse jemi rritur dhe jemi integruar në këtë shoqëri. Ne do të konsiderojmë dëmin e madh shtetëror që i bëjmë vendit tonë me largimin tonë. Sepse sipas World Bank, në 2023 45% e qytetarëve shqiptarë me arsim të lartë zgjedhin ta braktisin vendin tonë. Po kjo nuk është e mirë. Vendi jon ka një nga vendet me fenomenin brain drain më të lartë në gjithë Europën. Dhe ky fenomen dobëson ekonomitë, ul ritmin e inovacionit edhe përkeqëson edhe cilësinë e shërbimeve publike.
Ne nuk duhet mendojmë vetëm perspektivë individuale, por duhet shohim edhe perspektivën shtetërore. Nuk mund të heqim dorë kaq lehtë dhe kaq shpejt nga shteti ynë kur edhe ai ofron mjaftueshëm mundësi të mira për të zhvilluar, si nga ana profesionale ashtu dhe nga ana individuale. Faleminderit. Atëherë përshëndetje, unë quhem Alvin Gjinaj, i kam dëgjuar me shumë vëmendje argumentat tuaj dhe kam arritur në një konkluzion. Emigrimi ndihmon në forcimin e karakterit të një individi. Shumë njerëz të cilët emigrojnë përballen me disa vështirësi në jetë, të cilat ata i kalojnë. Ato mësojnë se si të kursejnë para, si të integrohen me kultura të reja. Pra me pak fjalë, njerëzit që emigrojnë mësojnë se si të përshtaten me një komunitet i cili ka rregulla ndryshe. Sipas një studimi që është bërë nga OECD, ne shohim se njerëzit që kanë emigruar dhe janë përballur me jetën jashtë vendit, janë më të aftë në shumë fushat e jetës, si puna, zgjidhja e problemeve dhe socializimi. Kjo gjë i bën ato më superior për sa i përket një komuniteti i cili kërkon individ të aftë në këto aspekte. Pyetja ime për ju është, a ja vlen të qëndrosh në një vend të cili nuk t'i ofron këtë mundësi? Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Gesiona, së para i dua të falenderoj Albinin për argumentin e tij, por doja të bëja një korrigjim të vogël. Emigrimin e favorizoi tregu dhe jo arsimi, ashtu siç u përmendëm më përpara nga ana juaj. Për sa i përket argumentit, ashtu siç u mbështet dhe nga anëtarët e tjerë të skuadrës, emigrimi nuk është zgjedhja më optimale. Le të krijojmë në mendjen tonë një pikturë të një familje e cila e gjen veten në një situatë shumë të rëndë ekonomike dhe në një gjendje të rëndë psikologjike për shkak të pasojave që vijnë me emigrimin. Emigrimi apo forcimi i ligjeve të emigrimit sjell emigrimin e jashtëligjshëm i cili cënon dhe sigurinë e individëve. Largimi sjell rritjen e presionit në tregun e brendshëm, gjë që bën dhe shkakton dhe fenomenin brain drain ku le të themi profesionistë dhe rini largohen nga vendi i tyre. Gjithashtu ekonomia fillon të bazohet në remitanca duke krijuar kështu një paqëndrueshmëri. Emigrimi sjell gjithashtu dhe tkurrje demografike. Një vend nuk mund të zhvillohet duke u larguar, por duke investuar në të. Nëse truri i një këmbi largohet, atëherë si do të funksionojë zemra e tij? Siç e thonë dhe Tirancit, shtëpia pa njerëz është si xhaku pa zjerm. Faleminderit. Mirë, faleminderit dyja skuadrave për këtë debat që ofruat. Do të vazhdojmë me debatin e dytë, pa humbur kohë, duke qenë se kemi edhe një debat tjetër për sa i takon ditës së dytë eliminatore. Kështu që pa humbur kohë do të përgjithni temën e paketës spontane. Po. Tek zarfi dhe dikush t'i kaloj mikrofonin që ta lexoj. Angazhimi të rinjve në politikë bërjen lokale është i domosdoshëm. Pra angazhimi i të rinjve në politikë bërjen lokale është i domosdoshëm. Kjo është tema, mund t'ulesh, faleminderit. Po. Është e qartë tema? Po? Jo? Zgjedhim qëndrimin. Kundër do t'jetë Alicia, pro do t'jetë Sara, përsa i takon temës, pra angazhimi i të rinjve në politikë bërjen lokale është i domosdoshëm. Kur flasim për politikë bërje lokale, flasim për ndryshimet çfarë mund të bëjmë neve në qytetin apo bashkinë ku jetojmë. Pra sa të rëndësishme e shihni ju veten si të rinj për të përfshirë, për të ndikuar në një farë sensi ndryshimin e politikave apo çfarë mund të bëhet më mirë, jo për politikën në tërësi, se shpesh herë na ka ndodhur që ta konfuzionojnë këtë temë. Mirë? Keni 7 minuta kohë përgatitore.
sa i takon temës, angazhimi i të rinjve në politikë bërjen lokale është i domosdoshëm. Do të filloj skuadra që mban qëndrimin pro, pra lideri që mban qëndrimin pro, dhe do të keni nga 2 minuta për 4 ndërhyrje në total. Kur themi 4 ndërhyrje, do të thotë që ndërhyrja e fundit duhet të jetë përmbledhëse, ndoshta, por kjo duhet të ketë vëmendjen e duhur se ndodh që në shumë raste nuk e kanë mbajtur ritmin e radhës që duhet kenë, edhe debatuesi i fundit mund t'i ketë bërë dhe një pyetje që nuk do merrte logjikisht një përgjigje. Kështu që shumë e rëndësishme edhe kjo pjesë, pra se sa e respektojnë formatin. Nëse lideri nuk mund ta mbajë dot radhën, dikush që është afër mund ta ndihmojë. Kështu që shumë sukses dhe le të fitojmë më i miri. Përshëndetje, unë jam Sara Milkurti, jam liderja e grupit Sami Frashëri. Në këtë temë, në lidhje me angazhimin e të rinjve në politikbërjen lokale, ne mbajmë qëndrimin pro, qoftë edhe në shpirt, po qoftë edhe në zgjedhjen që kemi bë, pasi të rinjt janë shpresa e të ardhmes. Kjo dihet edhe është e qartë, por nëse neve angazhojmë të rinjt në sa më shumë mundësi në politikbërjen lokale, qoftë tek gjërat më të vogla siç niset te komuniteti apo te pallati ynë, dhe deri tek etapat më të larta siç është bashkia dhe bashkëpunimi me ato lloj organe, ato arrim që të krijojmë shpresë në gjithë shtetin, jo vetëm në vendin ku po bëjmë ndryshimin, por në gjithë shtetin për një ndryshim, për një shpresë, për një inovim. Kjo lidhet dhe me faktin e aktiviteteve të shumta që janë bërë, qoftë për ndërgjegjësimin e të rinjve apo për ndërgjegjësimin e popullit mbi problematikat që Shqipëria aktualisht po përballet me, dhe deri tek aktivitetet e ndryshme politike siç janë mini OKB-t apo EYP, të cilat ndonëse mund të duken ndërkombëtare në sipërfaqe të parë, shumë herë kanë rezultuar në ndryshime lokale. Dua të them që një ndër arsyet pse të rinjt duhet të marrin pjesë në politikbërjen lokale është sepse ato janë më të prirur për reformim. Ata nuk janë të lidhur me traditat, me kulturat e vjetra dhe ndonëse edhe stereotipet e dëmshme për shoqërinë aktuale. Por, përkundrazi, shtetet me të rinj, sipas një statistike të fundit, shtetet me më shumë të rinj që marrin pjesë në politik, shfaqin më shumë reformim, qoftë tek politikbërja lokale dhe veçanërisht tek ajo, dhe më pas deri tek etapat e tjera. Pra dua të them që nëse të rinjt dhe angazhimi i tyre sjell shpresë, sjell uljen e individualizmit e cila ka zënë rënë në shoqërinë aktuale, sjell reformim dhe sjell risi, pse ata nuk duhet të marrin pjesë? Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Alisa dhe jam liderja e grupit shkollës rogacionistët. Dua të kundërshtoj një pikë dhe argumentin tuaj. Si fillim, ndonjëherë pjesëmarrja e të rinjve mund të shihet ndoshta edhe si fasadë. Pra mund të pretendohet se të rinj po marrin pjesë, e pastaj kjo mbulohet, po themi, nga të rriturit si një mënyrë e gjithë përfshirjes. Pa përfshirë këtu faktin që shpesh edhe të rinjt influencohen nga ata më të rriturit. Dhe duhet ta kemi edhe parasysh këtë faktin që ju tha që të rinjt janë ndikuar vetëm nga bota moderne. A është kjo gjithmonë një gjë pozitive? E vërtet që bota moderne ka zhvilluar shumë, është përparuar, por nga ana tjetër duhet parë dhe duhet mbështetur pak edhe në atë modelin tradicional, sepse në fund të fundit ajo është prejardhja jonë, në fund të fundit ato janë rrënjët që kanë ndërtuar pikërisht ato që ne jemi. Dhe dua t'ju korrigjoj në një pikë. Ju thatë një statistik për përfshirje në të rinjve që tregon nivele më të larta. Nga ku mbështeteni në këtë statistik? Cila organizatë ka thënë këtë? A është një statistikë e vërtetë apo thjesht një qëndrim juaj? Edhe patjetër që të rinjt a mund të jenë vërtet ajo eksperjenca e re pozitive apo thjesht një mbështetje nga më të rriturit? Faleminderit Alisa për qëndrimin tuaj. Pikë së pari, ne nuk po flasim për një fasadë, as për një angazhim sipërfaqësor, por përkundrazi jemi duke folur për një angazhim e cila me të vërtet funksionon dhe me të vërtet angazhon të rinjt. Përpos kësaj, statistikën që juve pretendonit se unë nuk e kisha marrë, ajo është marrë nëpërmjet një gazete politike e cila është bërë një studim
i shkurtër mbi demografinë e një popullsie dhe drejt dhe në mënyrë paralele me aktivitetin politik të tyre, veçanërisht në atë nivelin lokal. Përposa sa juve thatë që ndikimi i botës moderne tek të rinjt ka zënë shumë rënd, dhe përkundrazi unë bie dakord dhe me atë që thoni. Ne të gjithë këtu mund të flasim që dim më shumë për botën jashtë se sa dim për botën brenda. Por, nga ana tjetër, të rinjt janë zakonisht dhe ata që bëjnë më shumë aktivitete të cilat promovojnë traditën shqiptare. Kur unë përmenda tradita dhe kultura, unë përmenda stereotipet e dëmshme aktuale, të cilat pengojnë zhvillimin politik të mirëfillt. Nuk përmenda tradita si veshjet, si besa, si kultura, si vallet apo gjërat e tjera të cilat janë shumë të mira për zhvillimin kulturor. Por përkundrazi, përmenda stereotipet e dëmshme që ka tradita jonë shqiptare e vjetër. Gjithashtu dua të them që juve thoni që të rriturit shërbejnë si një ndikim kryesor mbi të rinjt, por unë do thosha që të rinjt janë ata që zakonisht ndikohen, të rriturit janë ata që zakonisht ndikohen nga faktorë të jashtëm, nga familja, nga puna, nga rrjethi shoqëror, kulturor, në krahasim me atë me të rinjt. Pasi të rinjt sapo kanë dalë në shoqëri, ende nuk kanë zënë rrënjë, ende nuk kanë krijuar atë idenë e tyre apo ende nuk kanë krahasuar veten me njerëz të tjerë, por përkundrazi janë të rinj, kanë parë aktualitetin dhe arrin të dallojnë botën. Faleminderit. Atëherë, për të mos dalë edhe nga tema, sepse nuk duam të kalojmë tek tradita dhe vlerësimi i traditave, dua të ndalem edhe te një pikë, i domosdoshëm. Mbiemri i domosdoshëm tregon që diçka duhet me patjetër. Por a e keni parë edhe nga një këndvështrim tjetër që të rinj kanë edhe një angazhim shumë të madh me mësime, me angazhim që të rinj përfshijmë edhe ato që janë në universitet. Dhe ndonjëherë angazhimi në instanca të tilla mund të jetë pak i vështirë, ndoshta pjesëmarrja në komunitet mund të jetë pak e vështirë, sepse duhet të kalojnë orë të tëra duke u përpjekur që të marrin një universitet që t'i ndihmojë pastaj për të ardhmen. Pastaj, a nuk mundet komuniteti që të realizojë ndryshimin edhe nga ata persona që janë më me eksperiencë sa të rinjt? Ti përmende stereotipet. Stereotipet, ti mendon që vinë vetëm nga bota e vjetër. Unë gjykoj se stereotipet mund vinë më shumë nga bota e re, nga bota moderne, nga bota që ndoshta edhe paragjykon sepse po merr shumë pjesë në këto organizma, nga bota që gjithçka është një gabim në thonjza, nga bota që kundërshtarët e tu ose të tjerë që nuk janë pro mendimit tënd do të jenë një pengesë e jashtëzakonshme për ty. Përveç kësaj, kritikat shpesh ndikojnë më shumë tek të rinjt se sa të rriturit, sepse të rinjt, siç theti, nuk kanë ndërtuar akoma ato rrënjët e tyre. Patjetër që është një eksperiencë e re, është një eksperiencë ku ato akoma nuk janë të paraprgatitur për këtë punë. Prandaj dhe nuk ndaj të njëjtin mendim me ty. Faleminderit Alisa. I domosdoshëm mendoj se nuk do të thotë ta bësh punën vullnetare të detyruar, por që t'i japësh mundësi në çdo cep të rinjve për të marrë pjesë në politikbërjen lokale. Dhe juve përmendë që stereotipet dhe rrymat, qoftë ato nga jashtë, qoftë ato nga brenda, kanë ndikuar shumë negativisht tek të rinjt dhe kanë krijuar një shoqëri apo një demografi të re e cila është tejet individualiste, do thosha unë, të paktën nga eksperienca ime. A nuk mendoni se angazhimi në politikbërjen lokale do të ishte një mundësi për të ulur ndikimin e këtyre rrymave individualiste tek njeriu, por përkundrazi do të stimulonte kolektivizmin? Nëse ne marrim shembuj apo raste të shumta ku të rinjt janë bërë bashkë, siç ne në këtë debat jemi bërë bashkë, po stimulojmë debatin, mendimin kritik dhe të gjitha këto, a nuk është një mundësi e mirë për të ulur individualizmin, ulur rrymat egoiste edhe përkundrazi për të rritur kolektivizmin? Nga ana tjetër, pjesëmarrja më e madhe e të rinjve jep shpresë atyre për të mos u larguar nga vendi, juve e mbrojtët dhe vetë që
nëse këtu do kishte mundësi, askush nuk do emigronte dhe përkundrazi dhe unë bie dakord me atë, pasi nëse neve bëjmë çmos që të rinj të marrin pjesë në politikbërjen lokale, a nuk do të ulte mendimin apo rrymat të cilat do të stimulonin daljen jashtë apo për emigrimin për jashtë, nëse të rinj do të sillnin risi, do të akomodoheshin me shoqërinë aktuale politike, a nuk do të sillte uljen e emigrimit e këtyre të rinjve, pra të rinjve të aftë? Faleminderit. E vlerësoj argumentin tuaj, por duhet para edhe nga një këndvështrim tjetër. E para, jo çdo i ri dhe jo çdo person ka aftësi që të drejtojë dhe të jetë një nismëtar në këtë politikbërje lokale. E para. Dhe e dyta, shpesh pjesëmarrja të rinjve shkakton edhe një përplasje, do ta quaja mes brezash. Pra ndonjëherë të rriturit nuk janë dakord me këtë politikbërjen e të rinjve. Pa përfshirë faktin që ndonjëherë mund të ndërtohet edhe një farë fasade ku të rinjt shifen si ajo po themi fasada që ne po bëjmë ndryshimin, ndërkohë që pas tyre janë të rriturit. Konkurenca në politikbërje çon ndonjëherë edhe në individualizëm. Ju tha që, përfshirja në grup është diçka shumë e mirë, por siç thash, jo çdo kush ka aftësi të marrë pjesë në këto grupe. Jo çdo kush ka mundësi që të jetë vërtet një nismëtar i drejtë dhe i mirë në këtë politikbërje lokale. Dhe mund të pretendojmë se jemi në politikbërje lokale e se po bëjmë vërtet një zhvillim, por a mundet realisht kjo të ndalojë diçka si emigrimi? A mundet që politikbërja lokale të bëjë ndryshimin e emigrimit? Patjetër që jo, sepse emigrimi është diçka që është një problem që vjen nga politikbërja e përgjithshme, pra nga shteti. Nuk është problemi i politikbërjes lokale dhe mos përfshirjes së të rinjve në politikbërje lokale. Pra qëndrojmë te termi lokale dhe i domosdoshëm. Nuk është i domosdoshëm sepse jo çdo kush mund ta bëjë dhe politikbërje lokale nuk do thotë ndalimi i emigrimit. Faleminderit. Do doja të thosha, a nuk duhet jetë i domosdoshëm sepse të rinj nuk din, juve e përmendët, po a nuk din të rinjt apo nuk kanë eksperiencë për të ditur? Dhe kjo lidhet me faktin që juve thatë që të rinjt nuk janë të përgatitur, por përkundrazi ata janë e ardhmja e vendit tonë, dhe nëse nuk e fitojnë eksperiencën në moshë të re, në shkallë më të vogla se sa ato botërore, ndërkombëtare apo dhe shtetërore, pra e gjejnë vendin në politikën lokale, që do të bëjnë të ardhmen në një shkallë më të lartë. Kemi dhe raste të tjera ku juve përmendet fasadën, që edhe aktivitetet aktuale që bëhen në politikbërjen lokale janë fasad. A keni ndonjë statistikë që e vërteton që është fasad, apo është mendim që juve besoni si të vërtetë? Pra, juve mund të thoni që ata nuk mund të dinë, por siç thuhet, gur bëhet kala. Avash do arrihet deri në atë pikë ku të rinjt do të kenë eksperiencë, do të kenë prirje për të qenë më inovativ dhe për të sjellë inovacion në shoqërinë aktuale. Një shembull është EYP, ku nga ajo organizimi i vogël doli kapakët e shisheve të cilat nuk hiqen më. Pra, një shembull është edhe kjo, e cila nisi në shkallë lokale, më pas shkoi deri tek ajo botërore që u aprovua nga BE-ja. Unë do ta quaja këtë një arritje shumë të madhe për të rinjt, të cilët arritën që të ulnin ndotjen e mjedisit. Si mendoni ju? Faleminderit. Atëherë faleminderit për argumentin tuaj. Besoj kjo është hera fundi që unë flas. Dua të bëj një përmbledhje të asaj, ndërkohë që edhe t'ju përgjigjem argumentit tuaj. Është i domosdoshëm, ju thatë, sepse në fillim tha që duhet të jetë, pastaj tha që është i domosdoshëm. Unë them që nuk mund të jetë i domosdoshëm përderisa aftësitë nuk vijnë direkt nga eksperjenca drejt për drejt. Sepse po të ishte kështu, ne menjëherë do kishim dalë në treg, do kishim dalë në punë etj, por ne marrim eksperiencë përmes shkollës. E njëjta gjë ndodh edhe me politikbërjen lokale. Përveç kësaj, ju tha që nuk isha përmendur një statistik, por as ju nuk na sollët raste konkrete se kur kjo politikbërje vërtet ka pasur një domosdoshmëri të madhe. Dhe përveç kësaj, e rëndësishme është që dua edhe një herë ta kujtoj që shumë të rinj nuk janë gati për këtë. Shumë të rinj mund të ndikohen edhe negativisht nga rryma
Dhe ndonjëherë ato mënyra se si ato kërkojnë të drejtojnë, mënyra se si ato kërkojnë të udhëheqin politikbërjen lokale, të bëjnë ndoshta edhe ato nismat e vogla, nuk janë gjithmonë pozitive, sepse në fundit këta të rinj nuk janë akoma të përfshirë në këtë politikbërje, në politikbërjen e përgjithshme, nuk kanë se si të përfshihen as në politikbërje lokale. Se në fundit edhe në familje, edhe në shtëpi, ne udhëhiqemi nga më të rriturit, udhëhiqemi nga të tjerët. Sado mendime të kemi ne, sado opinione të veçanta të kemi ne, sërisht do të jemi gjithmonë të udhëhequr, të drejtuar nga dikush. Prandaj dhe unë e ritheksoj faktin që komuniteti mund t'ja dalë shumë mirë me drejtimin e të rinjve në politikbërje lokale, të rriturve në politikbërje lokale, e ndërsa të rinj mund të përgatiten në shkolla. Mirë, faleminderit dyja vajzave. Është momenti që juria të lidhet për vlerësimin dhe të mësojmë pas pak se cila do të jetë skuadra që do të vazhdoj garën për ridibet.
Do t'ja lë tani fjalën juris që do të bëj komentet për sa i takon debatet që ndoqëm. Sigurisht edhe këshilla për skuadrën që do të vijoj garën për sa i takon këtij kampionati. Ajo çfarë do t'ju thoja unë është që meqense ma kërkuan mendimin tim, nuk mendoj që ishit aq mirë sa do doja që t'ishit në këtë fazë. Jo, unë do them komentet e mia, meqense mi kërkuan, unë flas në nivel organizatori, nuk flas në nivel gjykimi, nuk futem te kriteret as tek mënyra se si mund ta kenë bërë gjykimin ata që janë angazhuar për këtë punë, përndryshe nuk do ishin këtu, do e bëja unë edhe do ju jepja edhe verdiktin edhe do kishim mbaruar punë tani. Sigurisht juria bazohet tek ato kriteret e vlerësimit. Janë disa prej tyre. Sigurisht që bën një vlerësim sa më të drejtë për sa i takon gjithë performancës. Por mbi të gjitha, në këto lloj formatesh vlerësohet shumë mënyra se si qasemi, qytetaria. Është nga elementet kryesorë për të qenë pastaj qytetari i një vendi. Edhe pjesëmarrja në formate të tilla nuk është i detyruar, por është i lirë, që do të thotë secili nga ne ka dëshirë të marrë, të angazhohet, të presi ndonjëherë sepse është e nevojshme, edhe të respektojmë njëri tjetrin. Kështu që kur të vini në formate të tilla, duhet të jeni shumë të bindur dhe pa batuta dhe pa perceptime që mund të shkojnë kundrejt asaj çfarë bëjnë organizatorët, cilët vinë në mëngjes këtu, zgjohen orën 6 të mëngjesit për të bërë diçka që do t'ju shërbejë juve dhe jo neve. Ne e bëjmë se kemi dëshirë ta bëjmë, sepse mendojmë se ka akoma të rinj që duan të formzohen me formate të tilla, që dalin jashtë kornizave të arsimit formal. Ne bëjmë edukim jo formal, sepse mendojmë që është një vlerë e shtuar për sa i takon të rinjve që kemi sot këtu. Kështu që ju vlerësojeni dhe nëse doni, hajdeni prap, nëse nuk doni, jeni të lirë mos ta bëni. Komentet lërini për pastaj. Bëjmë edhe shaka dhe batuta kur është e nevojshme. Tani është momenti që ju të flisni edhe të jepni dhe vlerësimin. Mirë, faleminderit shumë për kohën edhe për përgatitjen tuaj. Jam shumë i kënaqur nga niveli i përgatitjes që keni treguar të dyja skuadrat për gjuhën, për vetbesimin. Këtu të dyja skuadrat kanë treguar një nivel të mirë, kështu që unë jam i kënaqur në lidhje me këtë. Ajo që unë dua të mësoj për të dyja skuadrat, pavarësisht se kur do shkoj përpara apo jo, mos e merrni si dekurajim, por që është një feedback shumë mendoj i nevojshëm që ta keni. Në të dy temat që u diskutuan si në nivel grupi edhe liderash, ishte nevojshme, apo ajo që unë vura re, ishte mungesa e një konteksti lokal për temën që trajtuat. Për shembull, si në nivelin e temës mbi emigracionin apo edhe tjetrën që ka të bëjë me angazhimin e të rinjve në politikën lokale, asnjë nga skuadrat nuk i mshoi fort apo nuk e përmendi mjaftueshëm kontekstin lokal ku ndodhemi. Për shembull, në lidhje me emigracionin janë 2-3 arsye kryesore pse si të rinjt apo edhe më pak të rinjt shqiptar preferojnë akoma edhe sot të emigrojnë, pavarësisht se nuk jemi në një situatë lufte si puna e Ukrainës apo e Sirisë. Sërish Shqipëria mbetet një nga vendet që ka më shumë kërkesë për të emigruar. Edhe këtu është përveç meritokracisë që u cek nga një nga skuadrat, është përsa aspekti i arsimit edhe pjesa e shëndetësisë, domethënë cilësia në të dyja këto. Edhe një tjetër aspekt që mund të ishte përmendur ishte edhe pastaj niveli apo përgjegjësia e politikbërjes në vend. Edhe këtu domethënë mund kishte pasur më shumë nga të dy palët për ta përdorur si argument pro apo kundër. Në të njëjtën paralelisht shkon i njëjti arsyetim edhe për sa i përket debatit që u bë pastaj në nivel liderash, ku angazhimi i të rinjve në politikbërjen në nivel lokal është i rëndësishëm apo jo. Në të dy palët mund kishin përdorur kontekstin lokal ku ndodhen në Lezhë apo në Tiranë, kush janë problematikat edhe kush jo, kush janë modelet suksesi edhe kush jo,
do të thënë në favorin apo në disfavorin e kundërshtarit. Por që kjo është ajo që unë do kisha preferuar që në debatin tuaj të ndodhte dhe që nuk ndodhi. Ishte pak abstrakt, do të thënë janë përdorur shifra, janë përdorur referenca dhe ishte okay, por që kjo do t'i kishte shtuar debati diçka tjetër më të rëndësishme, sepse mendoj që konteksti i çdo lloj teme për të nisur një debat është shumë i rëndësishëm pastaj se si shkon debati. Kështu që është tepër e rëndësishme të nisemi ku jemi pastaj për të ecur më tej. Kështu që kjo është ajo që unë do kisha pasur qejf nga të dyja skuadrat që ta kishit si feedback nga ana ime. Thënë kjo, niveli për mua është shumë i afërt me njëra tjetrën, kështu që unë ju uroj shumë suksese skuadrës që do eci përpara, edhe skuadrës që nuk do kualifikohet, por që gjithsesi keni të ardhmen përpara, çdo gjë varet nga ju, kështu që unë ju uroj shumë sukses. Ja kaloj fjalën kolegut mirë tani për sa i përket komenteve. Besoj që kjo është e ndezur. Okej. Unë para se të kaloj tek komenti si juri, do doja fillimisht patjetër të falenderoja shumë organizatorët. Organizatën Liburnetik është për të 19 vit radhazi që angazhon shumë të rinj në gjithë Shqipërinë, pikërisht për të krijuar mundësi, po edhe faktin që ne jemi të përfshirë si gjykatës, që është sa kënaqësi edhe përgjegjësi shumë e madhe. Çeliku e përmendi pak pjesën e argumentave dhe ndoshta edhe Niku pak pjesën e kritereve. Unë do të kaloj shumë shkurt për sa i përket le të themi asaj që ne dëgjuam. Normalisht niveli midis skuadrave ishte pak a shumë i njëjtë. Duket që të dyja skuadrat janë përpjekur, kanë lexuar, kanë pasur një fazë paraprpërgatitore, të cilat unë i përgëzoj patjetër bashkë edhe me zyshat, të cilat janë angazhuar për performancën ose për ato që ne pam sot, edhe ne patjetër duhet vlerësojmë vetëm mbi ato që ne dëgjuam dhe pam. Për sa i përket objektivitetit dhe parashtrimit të argumentave, në nivel grupi duket që kishte një përgatitje le të themi më të madhe për sa i përket argumentave, sot më shumë statistika kishte kundër argumenta gjithashtu për sa i përket kundërshtarit. Gjua dhe komunikimi ishin pak a shumë në të njëjtin nivel, ndoshta do kishim preferuar pak më shumë përveç pyetjeve retorike që ju i përmendët, ka edhe elemente të tjerë që mund të përmenden në debat apo jo. Humori mund të jetë një ndërto, autoironia mund të jetë një ndërto, pra përpiquni që të jeni pak më kreativ, se domethënë këto ja jap në formë këshille sepse di që njëra nga skuadrat do vijojë më tej, kështu që do të keni të tjera debate, dhe ndoshta këto mund t'ju ndihmojnë për të pasur një performancë edhe më të mirë. Për sa i përket vetbesimit, ne jemi shumë të lumtur që të rinjtë tanë rritën plot me vetbesim, kështu që edhe tek debati i parë dhe tek debati i liderave pam që kishte goxha edhe nga vajzat, po edhe nga pjesa tjetër e ekipit. Vëmendja, ndoshta kjo do ishte një pjesë ku ne do donim le të themi pak më shumë vëmendje në ato që ne quajmë të dëgjuarit aktiv, që do të thotë të dëgjojmë shumë mirë çfarë thot kundërshtari po dhe shoku skuadrës. Ishte shumë e qartë që disa për jush ishin të mirë përgatitur për sa i përket argumentit që ata do të thonin vetë, por ndonjëherë nuk kishte shumë lidhje me ato që shokët e skuadrës thonin ose me ato që kundërshtari thonte. Pra, kjo është një le të themi një pikë që ne kemi parë edhe në grupet e tjera, kështu që do donim t'ju japim si këshill për sa i përket debateve të ardhshme, po edhe edicioneve të tjera në vazhdimsi. Kultura e debatit dhe respektimi i formatit, shumë e rëndësishme respektimi i kohës i kundërshtarit, po edhe etikës në komunikim. Kështu që unë uroj shumë që këto t'ju vlejnë, ju përgëzoj për debatin që na ofruat sot. Ju uroj shumë suksese në vazhdimsi dhe gjithmonë shumë kënaqësi që t'jemi në këtë rol dhe të bashkëpunojmë le të themi për të rinë sa më aktiv, po edhe sa më të aftë në karrierën në profesion. Faleminderit. Mirë. Po vija re, ndërkohë që ishim duke diskutuar me kolegët, se një nga komentet që kemi bërë më shpesh në gjithë debatet që janë bërë deri më sot, është fakti që atë argument që ju mësoni nuk është e nevojshme ta lexoni. Sepse është shumë e qartë në momentin që ju sillni një argument pro apo kundër, në momentin që ju e lexoni, domethënë që nuk keni besim tek ajo çfarë keni mësuar. Dhe është shumë e qartë pastaj nga ana e juris të kuptojmë që nga pala tjetër keni shumë pak kohë që e keni përvecuar atë argument dhe keni pak vetbesim në ato që doni të thoni. Do ju këshilloja për skuadrën që do vazhdoj, të mundoheni të flisni para pasyrës, të sillni një argument që ta keni ju argument pro apo kundër, dhe pastaj të më bindni mua dhe jurin për pjesën tjetër. Është shumë e rëndësishme, sepse ju sjell ju pik, ju sjell skuadrës tuaj pik.
Thënë kjo, për mos t'u zgjatur shumë, falenderoj shumë mësuesit që ju kanë sjellë deri këtu për punën e mirë që kanë bërë dhe ju falenderoj ju që jeni një brez që mundoheni dhe të sillni një argument dhe mundoheni të sillni të shpalosni një mendim kritik që ju bën të jeni sot pjesë e këtij formati apo e këtij debati. Dhe për sa i përket pikëve, Shkolla Rogacioniste 241 pikë, Shkolla Sami Frashi 225 pikë. Suksese! Mirë, faleminderit, sukses të skuadrës. Do të shihemi ditën e çerek finaleve. Ju uroj shumë suksese dhe le të vijoj debati me skuadrat e tjera. Që kanë